2 golat për shkëndien në ndeshjen përballë Vardarit. Hapet Trumçi, këtu është Rafa, një top i ulët, një mundësi e Kryeziu. Godet, goditja parë. Mund të realizonim, ishte shans aty për ne. Goditja parë e Kosovarit. Kryeziu edhe njerë, pozicion është i rregull tu. Sa bukur e ka gjetur, të lirë për të krijuar hapësirë shënimi. Kryeziu shko për para, mësë në godit jetë mirë, Kryeziu, goditje, potente! Por jo i sakt në këtë, pak më i ullët, por si do që tjetë ishe një rreth, një top, që mund të rrezikonim duke quar topin më ullët dhe për të realizuar. Ky është momenti Tamba. Një goditje, por nuk duhet të ndalur, këto janë goditjet. Zeinulaj edhe njerë, topi për Tamban, Tamba, kalimi shumë i mirë, Tamba, e bën bukur shkon, Zenkue, do ketë karton për vazhdojmë aksionin, topi për një goditje në cep portës. Karton të verdh du të ketë këtu. Karton të verdh për këtë ndërprerje, që më herët ishtë bërë ndaj lojtarit ton Tamba, aty ku Tamba e kaloi, u pa kjo, vëret kjo, por u ndal dhe më pas shkuam. Momentalisht gjysmë milioni është kontrata, vlera e tij që ka në tregun europian në Transfermarkt, sipas faqe specializuar. Lof është në zonë, Lof, pozicioni rrezikshëm. Bravo për Ramanin. Kërkon qetësinë, kërkon që skuadra të jetë më e kujdesshme, por kërkon edhe nga shokët e skuadrës. Edhe një Rahmani, 3 kod. Krasniqin, cila duhet zgjidhja jon, një diagonale në krahun tjetër. Pak që ishtë një top horizontal mund të quani, dhe se mund doshte në thellësi e marim ne. Gedzu e shko për para goditje! Shansi për ne, jemi të pafat, nuk shkojnë brenda në rrjet topi, edhe pse avansuam, por kjo është loja. Tani tifozëria në këmbë, e duan golin. Tamba, provon Tamba edhe njerë, Tamba, ka faul, nuk ka, vazhdon për Rafën, Rafa për Trumçin, edhe njerë, Rafa, kryeson aty në zonë me Koki. Çfarë kalon për Krasniqin? Endrit Krasniqi. Kryeziu, çfarë mjeshtrie ti shkon për para Kryeziu, i shpejt shansi, do ketë gol, çfarë për Tamba. O zot, çfarë gabimi Tamba, e kishte topin në zonë, e kishte për ta çuar në rrjet, e kishte, ishim e skuadrës kundërshtare, Drilon Islami, një top shumë i gjatë, i sakt. E qetëson aty, të shojmë edhe njerë, hapësirë e krijuar, duhet të mbajmë, duhet të vendosim. Kryeziu edhe njerë, super kalimi ti, mundësi për Krasniqin, Krasniqi, nuk ka dhe njerë tjetër goditje Freitas. Jo, zot, snaton kjo mbrëmje, s'kemi fat, edhe pse rezistojmë. Vazhdon edhe njerë, në sulmet e një pasnjëshme. Ka të lirë, nuk e di pse e vonon edhe ky. Ishte moment që kishte të lirë lojtar dhe mbyllët tu të dashur teleshikues. Për fat keq, eliminojmi, mysafirët kualifikohen më tutje, 0-0 pa gola, mungoj koncepti, mungoj edhe pse ishte dëshira, por ishim të lehtësuar që nga minuta e parë deri në fund. Mysafirët në një lojë, në një defansiv të qëndrueshme, në një mesfushë nuk lë as pak hapësira arrin që të na eliminojnë nga kjo garë. Për fat keq, këtu ndalet vera europiane për shkëndien.